Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, ku po luhet ndeshja e voleybollit për femra, Superliga voleybollit femra, Vllaznia Vendase dhe Dinamo Mysafire. Jemi në setin e 4 të ndeshjes. Dhe Dinamo kryeson me rezultatin 2-1 me sete. Sidomos seti i tretë ka qenë shumë emocionues për tifozërinë shkodrane që ishte e pranishme dhe vazhdon të ndjek të ndeshje në pallatin e sportit të Shkodrës. Ndërkohë që duhet thënë që Dinamo ka fituar 2 setet e parë, setin e parë 25 me 19, setin e dytë 25 me 10 dhe setin e tretë e fiton Vllaznia me shifrat 25 me 23. Tashmë pikë barazhi është Vllaznia 4 dhe Dinamo 3. Shërbimi për Vllaznin është Hajdi Dobrina. Tashmë Dinamo në këtë aksion. Ballçiti e ka kapur topin, por nuk është bindur, ka kaluar jashtë lidhjeve kufizuese. Vllaznia 4, Dinamo 3. Vllaznia po luan me Laura Ballçitin, Gjoj Kaçi, Mariana Ndou, Edna Erkoçi, kapitenja Sarabeci, Elira Rukaj, Brikena Bashaj, Melisa Sinani, Kesi Agjemi, Anja Stefani, Dobrina Hajdi, Rajsa Qeraj dhe Oerda Kopliku. Trajneri i Vllaznisë është Dorian Tafa. Shërbimi sulmi për Vllaznin i suksesshëm. Ka shënuar Mariana Ndou, pikën e 5 për Vllaznin. Vllaznia 5, Dinamo 4. Shumë emocionues të nderuar shikues këto dy sete. Seti i tretë dhe ky i katërti që tashmë po luhet. Shërbimi për numrin 12 Melisa Sinani. Vazhdon loja tashmë sulmi për Dinamon. Beci ka kombinuar me Erkoçin dhe Vllaznia shënon pikën e 6. Pa entuziazm të nderuar shikues të Veriu Sport në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës. Në këtë ndeshje rivalës të vite, Dinamo e famshme, se sot drejtohet nga Orlando Koja dhe Vllaznia me element 3, që drejtohet nga trajneri Dorian Tafa, po që ka realizuar pikërisht edhe në të praktikë deri në 2. 6-5 rezultati, shërbimi për Dinamon me numrin 15 Sonja Sulejmani. Erkoçi, Beci, kalon Astri Erkoçi dhe është Anastasia Atepalina, një voleyboliste huaj që barazon shifrat në 6-6. Bukurin kësa ndeshje pa jep Vllaznia e Shkodrës, që me fitimin e setit të tretë ka krijuar entuziazm dhe ka rihapur takimin, kërkon edhe një set tjetër për ta quar me shtesë lojën, por Dinamo kërkon ta mbyll. Me herët të shikojmë çfarë do të provoj dhe gabon Dinamo me Sonja Sulejmanin me avantazhin Vllaznia 7-6 në shërbim Mariana Ndou, numri 5 i Vllaznis, një voleyboliste që po rritet tek formacioni shkodran, i dha besimin e dur trajnerja Nora Deda, e cila e drejtoi skuadrën për 2 sezon dhe tashmë po vazhdon me sukses me trajnerin Dorian Tafa.
Shënon Dinamo, pikën e 7, baraspes 7-7. Vllaznia vjen në këtë javë të tretë pas humjes në Shkodër në kampionin Skënderbeu dhe fitores në transfert me Korabin e Peshkopis me shifra 3-0. Ballçiti, Beci për Erkoçin. Edna Erkoçi, Sara Beci, Ballçiti dhe Ndo janë kontingjent i sezonit të kaluar. Vllaznia 8, Dinamo 7. Edna Erkoçi në shërbim për Vllaznin. Shimi për Dinamon që ka finalizuar në numrin 18 Anastasia Atepalina. Barasysh përsi 8-8. Largohet Stella Kiri, numri 1 i Dinamos, voleybollistja shkodrane e cila është rritur dhe formuar tek Vllaznia të shkëmbron xhirat e Dinamos. Shërbimi për Dinamon. Në setën e 4, gjendja setëve 2-1 për Dinamon. Beci dhe ka shënuar numri 18 i Vllaznisë Hajdi Dobrina. Rajsa Çeraj tashmë është në shërbim për Vllaznin, e cila kryeson 9-8. Kiri është i kthyer në lojë dhe kombinon në pikën e radhës për Dinamon. Stella Kiri është një nga voleybollistët kyçe të Dinamos, pasuese e kësaj skuadre dhe ekipit tonë kombëtar. Shërbimi për Ksenia Kurarova të Dinamos. Kiri për Dinamon dhe ka gabuar Emi Bregu. Dinamos 10, Vllaznia 9 Dinamo. Kapitenja Vllaznisë Sara Beci në shërbim për skuadrën kuqe-blu. Vllaznia në këtë aksion, Beci dhe ka fërkuar topin në rrjet atje Hajdi Dobrina. 11 Vllaznia, 9 Dinamo. Vllazni ka entuziazëm në shtatë të pallatit të sportit Qasim Dervishi. Beci kalon shërbimin dhe pik tjetër e Vllaznisë që kryeson 12-9 dhe e detyron trajnerin e Dinamos Orlando Koja të kërkoj pushim për të frenuar ecurin e Vllaznisë, e cila po vazhdon vrullin aty ku e lanë në setin e 3 që e fitoi me shifrat 25-23, tashmë kryeson 12-9. Dinamo luan në këtë ndeshje me Stella Kirin, voleybollistën shkodane, për krijuar me Rovena Gengo, Irina Rakip, Jennifer Pira, Ksenia Kurarova, Sesi Suvaria, Naja Dalama, Sofia Dhapa, Elena Bego, kapitene e skuadrës, Najara Stefania, Anastasia Atepalina, Emi Bregu dhe Sonja Sulejmani. Trajner Orlando Koja. Takimi po çikohet nga arbitrat e mirë njohur të voleybollit shqiptar, Edison Kurti dhe Enea Dushi. Sulmi për Dinamon. E fuqishme, e papërmbajtshme. Sonja Sulejmani në diagonal ka shotuar fort që në pikën e 10 për Dinamon. Shërbimi për Najara Stefanie të Dinamos. Vllaznia është Ballçiti që mban në loj,
Pastaj Ndo, Bukur Beci, por numri 3 i Dinamos Irina Rakip tregohet e zgjuar dhe inteligjente në rrjet, ja jep të mundësi në një farë mënyrë edhe pozicioni që erdhi topi. 12-11 për Vllaznin, shërbimi për Najara Stefaniet e Dinamos. Ballçiti, Beci, Erkoçi nga vija dytë. Organizohet Dinamo, por Vllaznia e thënë në blok për shtri, Vllaznia mban topin në lojë, por sërishmi Dinamo. Bravo Erkoçi, ka bitop sakrifice, dhe bloku, super bloku i Vllaznis. Votim i panevojshëm, amatores më themi. Topi ishte tërësisht në kontrollin e Vllaznis, një mosmarrëveshje në mes 3 volejbolistëve të Vllaznis i jep pikën e 12 Dinamos që barazon në pika barazh 12-12. Vazhdon në Najara Stefania shërbimin e suksesshëm rradhazi për Dinamon. Ballçiti, Beci, Kiri për Dinamon. Përsëri Kiri, Bukur, Beci, Ballçiti, Erkoçi nga vija dytë. Dinamo, por Vllaznia mban në lojë atje Erkoçi, sërish për Dinamo. E që ja këtë të shumëta për pikën e radhës. Të shohim kur të ta fitoj këtë pikë, pas shumë përpjekjeve vazhdon dhe e zgjidh me shumë inteligjencë atje. Hajdi Dobrina shënon një pikë të zgjuar, gjen një hapësirë në fundoren e fushës së Dinamos dhe Vllaznia 13, Dinamo 12. Ballçiti, Beci për Koçin. E jep zakonshëm për Koçi, është rikthyer në formën e saj më të mirë. Ndonë se jo është atë lartë, disi është atë shkurtër, por e suksesme. Vazhdimisht në rrjetën, në sulmin, në vijën e parë të Dinamos, vijën e parë të Vllaznis duke shënuar në fushën e Dinamos, pikën e 14 dhe 12 të Vllaznis, të cila kërkon të barazoj qifrat e setëve, ku Dinamo kryeson 2-1. Se i Vllaznia, Beci për Koçin, ralla për Dinamon. E finalizon bukur atje Emi Bregu. 1 pik plus Vllaznia, 14-13. Topi për Dinamon. Serkoçi, Beci dhe Mariana Ndo. Numri 5 realizon pikën e 15 të Vllaznis me 13 të Dinamos. I kthehet në lojë Çeraj, largohet për momentin Ballçiti se përshëndetet nga publiku për lojën e saj entuziaste. Më njëherë është Ruka në të momentet se ka shërbimin për Vllaznin. Bego përfiton nga një hutim i Vllaznis në organizimin e mbrojtjes. Shën pikën e 14 ndaj 15 të Vllaznis. Jemi në setin e 4, gjendja seteve 2-1 për Dinamo, që ka fituar 25-15, 25-10, 40 të parë dhe Dinamo dhe Vllaznia të tretin 25-23.
Dhe në këtë moment Edna Erkoçi synon pikën e 16 ndaj 14 të Dinamos për setin e 4 që vazhdon të jetë shumë luftarak. Vllaznia për të shkuar për ta barazuar rezultatin e seteve në 12 për të shkuar me set final dhe Dinamo për ta mbyllur 3-1. Ndou shërbimi fort i saj nga bon në Dinamo 17 Vllaznia 14 Dinamo. Mariana Ndou për Vllaznin në shërbim në këto momente. Të shikojmë shërbimin e saj. Gjithje Ndou. I fort që shërbimi i saj. Por Dinamo kundra përgjigjet duke shënuar me Anastasia Atepalina pikën e 15 dhe 17 Vllaznis. Shumë luftarak, shumë me rivalitet dhe emocionuar si set i 4, fotokopje setit të tret që u fitua nga Vllaznia në shifrat 25-23. Ndou Beci për Erkoçin, bukur atje. Sakrificë Vllaznis, por topi Erkoçit nuk shkon brenda 4 këndorë, diçka 4 njeri. Dorian Tafa me arbitrat, por nuk ka vend për të ndalur. Dinamo ka shënuar pikën e 16 ndaj 17 të Vllaznis, Ballçiti. Erkoçi Dinamo barazon 17-17. Emi Bregu për Dinamo në shërbim. Beci, Ballçiti për Erkoçin. Ka momente pasigurie, ndoshta dhe përvoja jo e madhe në lojën e voleybollit, por pse jo dhe lodhe, jemi në setën e 4 dhe kërkon pushim një herë trajneri Dorian Tafa. Në këtë momente kur Dinamo ka marrë udhëheqjen e rezultatit me shifrat e 17-18. Trajneri Tafa po udhëzon skuadrën e tij për ta rikthyer në lojë me dëshirë për ta fituar setin, ndërkohë në krahun tjetër homologu i tij Orlando Koja bën të njëjtën gjë duke orientuar skuadrën se të vijojë me këtë ritëm e mori avancimin. Gjyqtarët Edison Kurti dhe Enea Dusha sinjalizojnë skuadrat janë gati për nisjen e lojës pas këtij pushimit të kërkuar nga tekniku Dorian Tafa. Bregu në shërbim për Dinamon. me 17 person Dinamo dhe karton i verdh për kampin Kuqe Blu lidhur me protestat që kishin pak më herët për një prekje të pretenduar. Emi Bregu për Dinamon, kalon shërbimin, Ballçiti ka topin e parë. Një ngecë inteligente e Ksenja Kurerova, voleybolistja huaj e Dinamos, e çon në +2 avantazhin
për skuadrën Dinamovite. Bregu sërish në shërbim për Dinamon. Pik për skuadrën e Vllaznis. Kështë pretendime për Dinamo, për gjyshtari ishte në vitet dhe ka kreditisht në vitet drejtë e këtë gjykim. E kështë fare e pranë, atë topëve si janë dizuar për pikë për Vllaznin, 18 me 19 për Dinamon, që shkon 18 me 20, pastaj pike të rrallës. Dinamo forcon pozitat në udhëhecjen e rezultatit, në aspektin moral dhe psikologjik. Anastasia, vëllëvisja Dinamos në shërbim, Ballçiti, Beci, për numrin 18 Hadi Dobrina, dhe bënë Vllaznia në ato momente, dhe një pikë në 7 që mund t'i kushtoj shumë Vllaznis, që jo në humjen e setit, ku shifrat shkojnë 18 Vllaznia, 21 Dinamo, e cila kërson me setet 2-1 dhe nëse fiton këtë set, fiton të gjithë ndeshjen 3-1. Shërbimi për Anastasia Atepalina të Dinamos, Ballçiti e kalon në Koçi. Por Dinamo ka topin zotrin dhe e dyta pikë në të njëjtën pozicion, në të njëjtën mënyrë. E Ksenja Kurerova, e cila realizon një ngecje dhe pushim tjetër i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Dorian Tafa, i dyti pushimi i tij në këtë set, me idenë që mund ta rikthejë Vllaznin sërish në fushën e lojës me ato pretendime kryesuese si ishte pak më herët. Një të gjë kërkon edhe Dinamo e Orlando Kojës për të vijuar me këtë entuziazëm. Kujtëm në njërë formacionet, Vllaznia luhen me Laura Ballçitin, Gjoj Kaçi, Mariana Ndo, Edna Erkoçi, Sara Beci kapitene, Elira Rukaj, Brikena Bashaj, Melisa Sinani, Kesia Gjemi, Anja Stefani, Dobrina Hajdi, Rajsa Ceraj, Uerda Kopiku, Tanja Dorian Tafa. Dinamo luan me Stella Kiri e Vllaznis, ish vëllëbërisë të Vllaznis, Rovena Gengo, Irina Rakip, Jennifer Pira, Ksena Kurerova, Cecil Suvaria, Najada Lama, Sofia Dhapa, Elena Begu, Najera Stefani, Anastasia dhe nuk është jo, e korrigjon gjyhtari anësor. Gjyhtari i Kullës nuk e akordoi, por e jep gjyhtari anësor. Një pikë ndoshta me shumë rëndësi për Vllaznin, 19-22. Duke përfunduar edhe treshin e fundit të formacionit Dinamovit është Anastasia Atepalina, Ebi Bregu dhe Sonja Sulemani. Këto janë të besuara të trajnerit Orlando Koja. Takimi gjykohet nga Edison Kurti dhe Enea Dusha. Jemi në setin e 4, transmetimi drejt për drejt i Veriu Sport nga Pallati i Sportit Qaqen Dervishi i Shkodrës. 19 Vllaznia, 22 Dinamo, shërbimi për Vllaznin. Dinamo në këtë sulm, që shënon pikën 23 dhe e parafundit ndoshta edhe 2 pikë i duhen Vllaznis, themi parafundit që diçka mund të ndodhë, mund të ketë edhe barazim në shifra për të vijuar me pikët shtesë, por Dinamo është shumë pranë. Fitores të këtij seti dhe dekret ndeshjes 3-1. Ballçiti, Beci e kalon, sulmi për Dinamon. Ka fat që nuk funksionon dublazhi i Vllaznis, 24 Dinamo, 19 Vllaznia, edhe një pikë i duhet Dinamos për të fituar setin dhe për të larguar nga Shkodra me fitore dhe rezultatin 1-3 në favor të saj.
Shërbimi për pikën e fundit të Dinamos, Erkoçi. Vllaznia ka probleme emocionale në këtë pikë të fundit që shënohet nga Dinamo dhe mbyllet gjithçka. Vllaznia 19, Dinamo 25 në setin e 4 që fitohet nga Dinamovitët dhe e gjithë ndeshja fitohet nga Dinamo me rezultatin 1-3. Dy setet e para ishin të Dinamos, përkatësisht 25-19, 25-10, pastaj Vllaznia 25-23 dhe fiton përsëri Dinamo 25-19 dhe gjithë ndeshjen 3-1. Të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorët ju përshëndes në mbylljet e këtij transmetimi të drejt për drejt nga pallati i sportit Qasim Televizion Shkodrës, ndeshja e cila u mbyll me fitoren e Dinamos 1-3. Ne u takofshim në transmetime të tjera nga qyteti i Shkodrës. Deri atëherë, biru pafshim.